Nxënësit që kanë përfunduar vitin e dytë të arsimit të mesëm në çdo shkollë të mesme 4 vjeçare në vend do të mund të aplikojnë për regjistrim në shkollën e mesme të policisë 7 maj në Akademinë e Policisë në Ministrinë e Brendshme. Ministria e Punëve të Brendshme shpalli konkurs për pranimin e 200 nxënësve. Nxënësit që regjistrohen do të ndjekin mësime në lëndët e arsimit profesional dhe të përgjithshëm dhe do të qëndrojnë në një konvikt si pjesë e qendrës së trajnimit të Ministrisë së Brendshme në Idrizov, ku janë shkolluar 24 breza oficerësh policie nga viti 1972 deri në vitin 2000 në ish shkollën 4 vjeçare të policisë. Në përputhje me thirrjen publike kur të diplomohen, Ministria e Brendshme do t'u sigurojë atyre një vend pune si oficer policie. Për të regjistruar, kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e konkursit dhe të kalojnë procesin e përzgjedhjes, i cili do të përbëhet nga 3 faza: një test i aftësive motorike, një test me shkrim dhe një intervistë individuale me kandidatin. Konkursi është i hapur nga 3 korrikut dhe do të zgjas 15 ditë, ku të interesuarit duhet të dorëzojnë dokumentet e nevojshme së bashku me aplikacionin, i cili është i disponueshëm për shkarkim në thirrjen e Ministrisë së Brendshme. I gjithë procesi i zbatimit të konkursit dhe përzgjedhjes pritet të përfundojë rreth mesit të gushtit. Kandidatët do të përzgjidhen nga një komision i përbërë nga kryetari dhe 4 antarë dhe zëvendësit e tyre nga njësiti përkatës organizative të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Shkolla e mesme e policisë, Akademia e Policisë, u krijua me vendim të qeverisë dhe bazuar në ligjin për shkollën e mesme të policisë, i cili u miratua në gusht të vitit të kaluar për shkak të mungesës së arsimit të mesëm të formalizuar policor.